Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ky vit I ka pas krejt, Gjesti feston 25 vjetorin. Gjesti ka festuar ditëlindjen e tij të 25. Në një postim në Instagram ai ka ndarë me ndjekësit një reflektim mbi vitin që lan pas, duke falendëruar Zotin për shëndetin dhe familjen dhe dashurinë e pakushtëzuar. Ky vit I ka pas krejt, emocione, presion, rritje, bekime, gjithçka. Shkroi Gjesti në përshkrimin e fotos ku shfaqet me një tort të bardhë dhe të verdhë në duar. Faleminderit Zotit që jam shnoshe mirë dhe që I kam mri 25 vjet. Ai nuk harroi të falenderonte dhe ndjekësit e tij për dashurinë dhe urimet. E kam të pamundur me ja u kthy krejtve, mirë po krejt I shoh. U shpreh ai.